zgjedhës e një presidenti jashtë partijak, ose mbi partijak, që mund të vjen prej fushave të ndryshme, së është të thonën vetëm prej shoqërisë civile, atë zonja Adifitek Jajoka ka ardhën prej fushës sigurisë, kemi profesionistë të ndryshëm, të cilët janë afër politikës, po s'janë partijak dhe nuk janë shqu për vendim partijak. Tashti kjo është për presidentën. Për çështjen e LDK-s, shihet që zoti Abdi Gjiku dëshiron që të rikandidohet ose ta rikonfirmoj edhe njerë atë udhëheqjen e partijës. Kemi kandidaturën e zotit Hoti, është edhe zonja Hikmete Bajrami që edhe pse nuk ka shpall kandidatur e ka bë të ditur që është interesum ndoshta për postin e... Bajrami thoni që ka ambicie, tjetë kryetare tash. Sigurisht, që së paku unë ashtu e lexoj. Problemi nuk është sepse të tre këta kandidat mu më dukën variacione të njëjtit model leadershipi dhe të njëjtës filozofi politike. Do thotë si zoti Hoti, si Abdi Gjiku, si zonja Bajrami, mendoj një ndryshim të vogël. Unë mendoj se Lidha Demokratike ka nevojë për një rithemelim të partisë. Duhet të dalë për te dogmës politike tradicionale të cilën e ka pas me rruguvizëm, me institucionalizëm, me një lloj do thotë qetësie. Reformë ideologjike. Formë ideologjike, unë mendoj se duhet do thotë ka nevojë për një do thotë rimodelim, rikonceptualizim të filozofisë saj politike, sepse nëse e shikojmë, dhe kjo nuk është problem vetëm i LDK-s, është edhe i PDK-s, nëse i shikojmë numrin e votave, numrat absolute, prej vitit 2007 dhe i vitin 2025, paka shumë, janë në një kornisë të votave, edhe LDK, 130, 170, edhe, do thotë, me amplitud më të madhe të lëvizjes, po edhe PDK-ja, që është 160, 70, 210 në momentet caktume, kur ka qenë, do thotë, kur u konë në 2010-ën. Mi po, 200.000 vota në vitin 2007 kam bo dikun 33% të votës popullore. 200.000 vota në 2025, ku ende është, jemi të folë për 20% të votave, sepse trupi elektoral është zgjeru për 60%, është bo 1 milion. Kështu që unë mendoj se duhet ketë një rikonceptualizim dhe do thotë, jo vetëm për me stabilizu dhe me mbajt votën ekzistuese, po qëllimi është për me rrit, për me fitu. Do thotë edhe këtu nevojitet një qasje tjetër dhe për ato po tham një Nësë shë e përmirësim, pavarësisht shtyre kandidaturave. Në varë tashti, do thotë, kryetari është një ndër shumë elemente që Lidha Demokratike duhet t'i bëj, një reform të plot, e kryetari është një element në mesin e tyre. Si faj, është una determinuse,